Me fjalimin e punët Shokun e Verdh dhe me raportin e paraqitur në plenum. Në to, si gjithë komunistët tanë, edhe unë shoh edhe një herë thellësinë e analizës marksiste-leniniste, me të cilën si gjithmonë dhe kësaj radhe Shoku e Verdh u bën problemet e situatës ndërkombëtare, të rrethimit të egër imperialist e detyrave që i dalin partisë dhe popullit tonë për të përballuar më me sukses presionin e jashtëm ideologjik, ekonomik, ushtarak e tjera dhe për të ecur gjithmonë fitimtar në rrugën e revolucionit e ndërtimit të plot socializmit. Duke dëgjuar e studiuar me vëmendje fjalimet e Shokut të Verdh dhe materialin e paraqitur nga byroja politike, ne ndjem veten krenar për partinë tonë, për vigjilencën e madhe revolucionare që i karakterizon atë. Për atë që armikut nuk ishte dhënë asnjëherë mundësia na i futi ujë në rrogos. Partia në kohën e dur dhe gjithmonë i kanë shpërndaluar armiqt edhe kur ata kanë dashur ta marrin kalan nga brenda. Faktet dhe argumentat e shumta flasin qartë tani se Beqir Balluku, Petrit Dume, Hito Çako, Raman Pellaku, Sadik Bekteshi, Dilaver Poçi, Halim Armahito, edhe Dashnor Mamaçi, që është edhe ky bashkë me ata, në krye përgatisin kundër partisë, kundër pushtetit, kundër socializmit, një puç e komplot shumë të rrezikshëm për vendosin e revizionizmit në vendin tonë. Jam katër sipërisht dakord me konkluzionet e mësimeve të partisë e të Shokut të Verdh, edhe njëkohësisht e dënoj jashtëmtarinë armiqësore antiparti të këtyre fuqishëve, duke sjellë këtu dhe mendimin e komunistëve të Minirës Bolqizës, i cili është përkon me atë vendim që morëm ne në paradite, në seancën paradite. Ne edhe në plenumin e 5 Komitetit Qendror u bëm pyetje me shkrim Petrit Dumes e Hito Çakos. Përse ata janë mbajtur të fshehur partisë dhe Shokut të Verdh veprimtarinë armiqësore të Beqir Ballukut, ku ata ishin ndenit plot për këtë punë armiqësore të tij. Por ata në diskutimet e tyre s'na dhan përgjigje bindëse, por u munduan ta paraqesin veten si shpëtimtar të situatës. Këta puçist komplotist nuk u përgjigjen përse nuk e vunë ndjeni partinë veprimtarinë armiqësore të Beqir Ballukut. Edhe përse ata e humbën besimin tek partia edhe komandanti suprem Shoku e Verdh. Të supozojmë se materiali i zi i Beqir Ballukut u mbajti i fshehur në kasafort për arsye të rezistencës kuadrove të ushtrisë. Edhe këta siç pohon s'kishin ndjeni për të. Po si e shpjegojnë veprimtarinë e tyre armiqësore që për shumë vite me radhë kanë lejuar të vërshojnë në ushtri materiale politike ushtarake me përmbajtje të thellë revizioniste, që me pikësunime të caktuara kanë shkelur dhe dëmtuar rënd parimet e numrat e partisë, që pavarësisht nga masat revolucionare që të marra nga partia dhe Shoku e Verdh në letrën e hapur të vitit 66, të cilat i pranuan sa për sy e faqe, vepruan si më parë me grada, injoruan rolin e partisë edhe inkuadruan hierarkinë ushtarake, duke imituar dhe vepruar një lloj si generalët revizionistë sovjetik. S'ka si shpjegohet ndryshe konceptet dhe qëndrimet e këtyre armiqve, veç me faktin se këta humbën besimin tek partia dhe populli që i rriti, shkelin në flagrancë parimet e normat e partisë dhe mësimet e komisarit dhe komandantit suprem Shokut e Verdh Hoxha. Duke analizuar me frymën e fjalimeve të Shokut të Verdh figurën morale të këtyre njerëzve, nuk ka si mos ta bëj përshtypje edhe ne komunistëve të Bolqizës, që në mënyrën tonë në Bolqiz, gjithë shokut e udhëheqjes partisë, edhe Shoku e Verdh Hoxha, edhe gjithë shokut e byros politike, kur ka kaluar për Peshkopi, kanë qëndruar në mënyrën tonë, janë konsultuar me kuadrot, me punëtorët, kanë pyetur për problemet që na shqetësojnë në mënyrë. Në vitin 69 Shoku e Verdh në tufan edhe në të borë që binte, u takuan, mbajti fjalim me minatorët e Bolqizës, u dha atyre porosi të vlefshme shumë, ndërsa Petrit Dume, Hito Çako, Beqir Balluku nuk bënin kabull të qëndronin në Bolqiz. Asnjëherë. Edhe për të pyetur. Edhe të shik këtë vit që ka qenë në Peshkopi me pushime, për 2 javë, 3 javë sa që ndroi atje, nuk bëri kabull një as të pyeste fare. Si shkojmë punë në këtë mënyrë të madhe që jep kaq vlera të mëdha ekonomisë popullore. A nuk flet kjo për një qëndrim mos përfillës ndaj klasës? Si është e mundur të sillet një komunist në mënyrë të tillë kur ai është shpjelli klasës dhe shpëtori i saj? Kështu siç vepronin ata, mund të veprojnë njerëz që s'kan asgjë të përbashkët me klasën, që i kundërvjen dhe mbajnë qëndrim armiqësor ndaj saj. Beqir Balluku, Petrit Dume dhe Hito Çako, Sadik Bekteshi, Raman Pellaku, Halim Armahito, Dilaver Poçi edhe Dashnor Mamaçi u munduan të përmbysin vijin politike të partisë në ushtri, të sabotonin mbrojtjen e atdheut dhe t'i hapnin kështu portat e imperializmit dhe revizionizmit modern. Por ata, si gjithë armiqtë e tjerë, i ngjajnë asaj dritës së qiririt,
ku flaka e veprimtarisë tyre amiqësore është e zbet para projektorëve të fuqishëm të partisë tonë, që ndriçon anë kënd mendjen dhe zemrat e punonjësve tanë dhe tashme të gjithë forcave përparamtare të botës. Duke u thelluar në fjalimet e shokut e ver, unë ashtu si gjithë komunistët tanë i bëj disa herë pyetje vetes. Si jam unë në raport me mësimet e partisë të shokut e ver? Edhe po vetë përgjigjem, se në këtë drejtim kam shumë për të bërë. Më shumë duhet punoja për rritjen e rolit të partisë në minier, për të ruajtur pastërtinë e figurës morale të komunistit. Megjithëse organizata e partisë në mënyrën e Toto Manço, Bolqis, është një organizatë luftarake, unë më shumë duhet punoja për rritjen e forcës drejtuese dhe organizuese të saj në të gjitha problemet ekonomike, ideologjike e politike. Duke përfunduar, i premtoj plenumit, byros politike dhe shokut e ver, se do të jem besnik i partisë dhe i mësimeve të shokut e ver, do të jem vigjilent, konsekvent në zbatimin e parimeve dhe normave të partisë, do të shërbej me mishë shpirt partisë dhe popullit tim në detyrën shumë të rëndësishme që më ka ngarkuar partia.